Gjatë të ditës së djeshme pra në komision kemi shqyrtuar të gjitha amandamentet, ajo çfarë mund të them është ta rikonfirmoj atë që deputeti Besnik Tahiri sapo e tha dhe e kërkoi të konfirmohet. Pra ky, siç e kemi thënë edhe në fillim, është një buxhet i përkohshëm emergjent. Për këtë arsye ne si qeveri pra nuk u kemi dhënë hapësirën madje as ministrave, të cilët kanë marrë dikasteret e tyre përsipër që të bëjnë ndryshime, duke konsideruar që nuk kemi shumë kohë për të bërë ndryshimet e nevojshme dhe në mënyrë cilësore dhe që ato pastaj të mos reflektojnë me probleme gjatë rrugës. Pra ideja ka qenë që të procedohet sa më parë që është e mundur, madje është bërë në mbledhjen e parë të qeverisë, në ditën e parë të mandatit qeverisës, e kemi proceduar tutje në kuvent që shteti të ketë një buxhet. Me zgjatjet që bëhen sipas ligjit në mungesë të buxhetit, ajo është zgjidhje emergjente e përkohshme sa i përket shpenzimeve rrjedhëse. Por sa i përket projekteve dhe inicimit të projekteve tjera, pra asnjë projekt nuk mund të inicohet prokurimi për të. Këtë mund ta konfirmoni edhe me komunat ku qeverisni ju. Pra asnjë projekt nuk mund të inicohet prokurimi për shkak se nuk ka buxhet dhe nuk mund të bëhet zotimi i mjeteve duke mos e pasur buxhetin në fuqi. Për këtë arsye ne jemi interesuar dhe kemi dashur ta procedojmë sa më parë një buxhet të përkohshëm i cili në fakt do duhet të ishte në fuqi nga 1 janari, e me rastin e marrjes në detyrë qeveria, pra do duhet të kishte hapësirën që të merrte kohën e nevojshme për të bërë rishikimin. Meqense nuk e kemi pasur atë situatë, pra po e miratojmë këtë buxhet, kërkesa jonë ka qenë që të miratohet një buxhet i përkohshëm, që të ketë një bazë mbi të cilën pra edhe komunat, por edhe organizata tjera buxhetore të nivelit qendror të mund të ushtrojnë veprimtarinë e tyre pa problem, ndërkaq prioritetet e qeverisë e madje edhe prioritetet e komunave, pra ku ka ndryshimet në strukturën e udhëheqjes, të kenë mundësi ti shtojnë apo ti reflektojnë për gjatë rishikimit. Pra kjo ka qenë situata dhe duke u nisur nga kjo, kërkesa jonë ka qenë pra që të mos ketë amandamente, me qenë se është buxhet i përkohshëm, të mos ketë amandamente, as më pak amandamente të cilat kanë implikime financiare. Si rezultat i kësaj, gjatë ditës së djeshme pra kanë kaluar disa amandamente, cilat një pjesë e tyre pra ka qenë edhe e mbështetur nga Ministria e Financave, pra ka mbështetjen edhe të Ministrisë së Financave, meqense nuk përmbajnë pra obligime apo ndikime shtesë financiare. Pra më tepër saktësisht bëhet fjalë për 3 amandamente në pjesën tekstuale që janë korrigjime teknike, pra nuk përmbajnë detyrime financiare, janë vetëm korrigjime teknike të disa prej paragrafeve në pjesën tekstuale, si dhe janë 2 amandamente tjera që shtojnë pra me kërkesën tonë, me qenë se i kanë përmbushur kërkesat dhe e kanë dorëzuar buxhetin në mes të 2 leximeve, Komuna e Prishtinës dhe Komuna e Shtimës, kemi kërkuar nga komisioni, i cili pra është dërguar si amandament i komisionit funksional, që të përfshihen në pjesën tabelare edhe buxhetet e këtyre 2 komunave, dhe me qenë se kufit për këto 2 komuna kanë qenë tashmë të ndarë nga komisioni granteve qysh vitin e kaluar, pra nuk ka implikime shtesë financiare, vetëm akomodohen linjat buxhetore të miratuara në kuvende komunale sipas kufive tashmë të paracaktuar. Prandaj kërkesa jonë gjithashtu në këtë seancë, pra si Ministria e Financave, është që përpos këtyre amandamenteve që i përmenda, pra që janë kryesisht 3 në pjesën tekstuale korrigjime teknike dhe 2 amandamente për të shtuar në pjesën tabelare buxhetet e komunave të Prishtinës dhe komunës së Shtimës, pra të mos marrin mbështetjen e kuvendit, me qenë se do të kemi së shpejti pra rishikimin. Ka amandamente që ndoshta edhe nuk i përmbushin as kriteret teknike, kanë edhe gabimin to duke mos pasur as burimin e financimit, por ka edhe amandamente të mira, ka edhe aso që janë edhe prioritet i vetë qeverisë. Por siç e thash edhe më herët, me qenë se as ministrat nuk kanë pasur rastin dhe mundësinë që të reflektojnë prioritetet, unë besoj që të gjitha ato amandamente që janë të mira dhe të vlefshme dhe janë në të njëjtën kohë edhe prioritetet të qeverisë, do të gjejnë hapësirën e nevojshme gjatë rishikimit dhe s'do të ketë fare nevojë pra që të bëhen amandamente në të ardhmen, sepse do të jenë të përfshira në ligjin për ndarje buxhetore. Prandaj edhe kërkojnë pra nga kuvendi që përpos këtyre 5 amandamenteve, pra 3 në pjesën tekstuale dhe 2 në pjesën tabelare për komunat, të mos mbështesni amandamente tjera, me qenë se kanë implikime financiare, gjë për cilën pastaj mund të komplikohet situata për gjatë rrugës, sepse një pjesë e tyre edhe nuk kanë burimet e financimit të përcaktuara, e për më tepër pra të gjitha ato që janë të vlefshme
dhe i konsiderojmë që në disa raste edhe kemi pasur pajtueshmëri, pra që të ketë projekte të tilla të mbështeten, besoj që do të gjejnë mbështetjen në Ministritë e Linjës momentin kur e sjellin buxhetin e rishikuar me prioritetet e qeverisë të reflektuara në to. Faleminderit.